duhet, jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta mësojmë nga transmetimet e sakta, që janë në librat e hadithit dhe librat e sirës, janë të sakta. Dhe prandaj ka ardhur gjendja e muslimanëve në këtë kohë, në këtë gjendje që është, sepse sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mësojnë nga filmi Mesazhi. Edhe kjo është mjerim dhe për keqardhje. Edhe kam dëgjuar një prej hoxhallarëve që thotë se mirë është të mësohet, të shikohet ky film, të cilin e kanë prodhuar, apo si thuhet, produksioni shijave, të cilët e kanë shtrembru sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i kanë nënçmuar sahabët. Dhe sahabët, i kanë zhdukur ata sahabët që nuk i duan. Aty nuk gjendet Ebu Bekri dhe Omeri, edhe Othmani, radhiyallahu anhum, nuk gjenden në atë, këtë sire që e kanë paraqitur ata në këtë film. Nuk ekzistojnë. Edhe nëse ishe, dhe shumë çështje të tjera, nëse ishe, aty të gjithë sahabët janë pa mjekra, që i kanë shfaqur. Kurse mushrikët dhe armiqtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me mjekra. Dhe kurse kur ti lexosh fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në sunetin e saktë, e shet kundërtën. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lëshoni mjekrat, kundërshtoni mushrikët. Kurse ata kanë paraqitur, heqjen e mjekrave kundërshtim të mushrikëve. Kjo është një prej çështjeve, mos flasim për haramet që gjenden aty, muzika dhe gratë zbuluara, vetë aktrimi. Sahabët në këtë mënyrë, disa prej sahabëve i kanë paraqitur, dhe Aliun radhiyallahu anhu e kanë paraqitur si prezent. Mirë po, e kanë barazuar në paraqitjen, e kanë barazuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prezenca e Aliut është e dukshme, se Ebu Bekri, Omeri dhe Othmani nuk ekzistojnë aty në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse Aliu ekziston, radhiyallahu anhu, por nuk e nxjerrin fytyrën si nuk e nxjerrin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse sahabëve tjerë që i përmendin aty u nxjerrin, do thotë nuk është tema ky film, mirë po është mjerim i madh që ka njerëz që paraqiten si thirrës për në sunet, edhe i nxisin njerëzit që ta mësojnë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga burimet e shiizmit, edhe njerëzve të kufrit. Allahu alem, aty ka aktorë që janë mosbesimtarë të tjerë, i udhëzojnë njerëzit që ta marrin prej këtyre burimeve. Dhe ky burim gjithashtu që është i paraqitur me haram. Prandaj muslimanët kanë ardhur në këtë gjendje pasi nuk e mësojnë sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga burimet e sirës dhe nga hadithet e sakta.